Aeroporti I Romës ishte I mbushur plot me njerëz atë mëngjes të hershëm të muajit mars. Era e vogël e pranverës hershme depërtonte nëpër portat automatike sa herë që hapeshin, dhe Lara Kelmendi ngrinte valiçen e saj të vogël plastike, të blerë me zbritje nga një treg I vjetër në Tiranë, duke e tërhequr me vështirësi nëpër sallën e pritjes. Zemra I rrahte shpejt, jo nga emocioni I udhëtimit, por nga frika e panjohjes. Ishte hera e parë që ajo udhëtonte vetëm jashtë Shqipërisë. Ishte hera e parë që ajo do të jetonte larg familjes së saj, larg asaj që njihte si shtëpi. Lara ishte 23 vjeç, por sytë e saj të kaltër mbanin peshën e dikujt që kishte jetuar shumë më tepër. Flokët e saj të gjatë kafe binin buta mbi supet e saj të holla, dhe veshja e thjeshtë, xhinse të vjetra dhe një bluzë të bardhë, tregonte qartë që ajo nuk vinte nga pasuria. Në dorën e djathtë mbante një letër me adresën e shkruar me dore nga zonja Elena, gruaja që e kishte kontaktuar nëpërmjet një agjencie pune për emigrantë në Tiranë. Zonja Elena I kishte thënë se kishte nevojë për një vajzë të re, të sinqertë dhe punëtore, për të kujdesur për nipin e saj, Mateo, një djalë 5 vjeçar. Do të jetë një punë e lehtë, I kishte thënë zonja Elena përmes telefonit. Djaloshi ka nevojë për dikë që të luajë me të, t'i përgatis ushqim të thjeshtë dhe të qëndrojë me të kur babai I tij është në punë. Ti do të kesh dhomën tënde, pagë të mirë dhe një ditë pushimi në javë. Nuk ka asgjë të komplikuar. Por kur Lara hyri në taksi dhe I dha shoferit adresën, ajo kuptoi që diçka nuk ishte siç e kishte imagjinuar. Taksisti e shikoi me habi. Kjo adresë është në Parioli, tha ai në italisht, ndërsa Lara e kuptoi vetëm emrin e lagjes. Zona më e shtrenjtë e Romës, jeni e sigurt? Lara tundi kokën, edhe pse dyshimi filloi të rritej në gjoks. Zonja Elena nuk I kishte thënë asgjë për një lagje të pasur. Ajo kishte menduar se do të shkonte në një apartament normal, të thjeshtë, në një lagje popullore. Udhëtimi me taksi zgjati pothuajse 40 minuta, dhe çdo minutë që kalonte, peizazhi ndryshonte. Nga rrugët e zhurmshme të qendrës, ku turistët dhe tregjet e rrugës mbi zotronin, taksia filloi të lëvizte nëpër rrugë të qeta, të mbuluara me pemë, ku vila madhështore shihnin pas portave të mëdha hekuri. Kur taksia u ndal përpara një porte të lartë të zezë, me kamerat e sigurisë dhe një sistem ndërfonie moderne, Lara ndjeu një vorbull në bark. Ajo ul nga taksia, pagoi me paratë e pakta që kishte dhe qëndroi para portës së mbyllur, duke mos ditur çfarë të bënte. Shtypja e ndërfonisë ishte ndoshta gjëja më e frikshme që kishte bërë atë ditë. Një zë femre ju përgjigj menjëherë. Po, unë jam Lara Kelmendi. Zonja Elena më tha të vi sot. Një heshtje e shkurtër, pastaj porta e hekuri u hap me një zhurmë të lehtë mekanike. Lara hyri ngadalë, duke tërhequr valigjen e saj të vjetër mbi shtektinat e gurit natyror që të çonin drejt një vile që dukej sikur kishte dalë nga një revistë e arkitekturës së luksit. Vila ishte e përmasave madhore, 3 kate, me dritare të mëdha nga xhami, balkone prej mermerit të bardhë dhe një obor plot me lule dhe pemë të mirëmbajtura. Një furrë e vogël me shit roni qëndrolte në mes të oborrit dhe uji rrithte me një tingull qetësues. Lara nuk kishte parë kurrë një shtëpi kaq të bukur në jetën e saj. Dera e hyrjes u hap përpara se ajo të arrinte shkallët dhe një grua në të 50-tat vonë, elegante dhe me flokë gri të shkurtër, doli për ta takuar. Lara, mirë se erdhe, dashura ime, tha zonja Elena, duke përqafuar sikur e njihte prej vitesh. Udhëtimi ishte I lodhshëm apo jo? Po, por është mirë, mërmëriti Lara, ende e hutuar nga gjithçka rreth saj. Zonja Elena e mori valixhen nga dora dhe e ftoi brenda. Interiori I vilës ishte edhe më mbreslënës se eksteriori. Dysheme prej mermerit të bardhë, shkallë qendrore me përmasa mbretërore, piktura të mëdha në mure dhe drita natyrale që depërtonte nga dritare të mëdha duke I dhënë hapësirës një ndjenjë hapjeje dhe elegance. E di që duket pak e madhe, tha zonja Elena duke u buzëqeshur me butësi, por mos u shqetëso. Ti do të qëndrosh në katin e dytë, në një dhomë pranë dhomës së Mateos, kështu që nuk do të duhet të ecësh shumë. Zonja Elena, filloi Lara duke ndjerë nevojën të pyeste. Ju nuk më thatë që kjo ishte një shtëpi kaq e madhe, dhe ju nuk jetoni këtu. Zonja Elena ndaloi për një moment, pastaj ul në një karrige të butë pranë një tavoline prej qelçi. Unë jam tezja e babait të Mateos. E dashura, ky nuk është shtëpia ime. Kjo është shtëpia e nipit tim, Alessandro Ricci.
Ai është babai i Mateos, dhe ai është shumë i zënë me punën e tij. Është shefi ekzekutiv i një korporate ndërkombëtare. Ka shumë pak kohë për të qenë në shtëpi, dhe për këtë arsye ka nevojë për dikë që të kujdeset për Mateon. Zemra e Larës u ngushtua. Pra, ajo do të punonte për një milioner, për një burr që ajo nuk e kishte parë kurrë dhe me siguri nuk do ta shikonte as sot. Ku është Mateo? Pyeti Lara me zë të butë. Ai po luan në katin e sipërm, tha zonja Elena. Le të tregoj dhomën tënde dhe pastaj do ta njoh. Dhoma e Larës ishte e thjeshtë, por e bukur. Kishte një shtrat të vogël me çarçafa të bardhë, një dollap prej druri, një dritare që jepte në një kopsht të pasur me lule dhe një banjo private. Ishte më e madhe dhe më e mirë se çdo dhomë që Lara kishte pasur ndonjëherë. Mund të pushosh pak, tha zonja Elena. Pastaj do të thërras për darkë dhe do të takosh Mateon. Ai është shumë i ndjeshëm, por një fëmijë i mrekullueshëm. Kur zonja Elena doli, Lara u ul në skajin e shtраtit dhe nxorri thellë frym. Çfarë po bënte ajo këtu? Në një vil luksi, në një vend të huaj, duke punuar për njerëz që nuk i njihte. Por ajo e dinte përgjigjen. E dinte se prapa saj, në Tiranë, nëna e saj e sëmur priste për ditë për parat që ajo do t'i dërgonte. E dinte se vllai i saj i vogël, vetëm 15 vjeç, kishte nevojë për shkollë, për veshje, për një jetë më të mirë. Dhe ajo ishte e vetmja që mund t'ia siguronte atë. Ajo nuk kishte të drejtë të kishte frikë. Ajo duhej të ishte e fortë. Darka atë mbrëmje ishte e qertë. Lara hëngri në kuzhinë me zonjën Elena, e cila foli shumë për Mateon, për karakterin e tij, për gjërat që i pëlqenin dhe ato që e bënin të zemërohej. Ai ka humbur nënën kur ishte shumë i vogël, tha zonja Elena me zë të ulët. Ishte vetëm 2 vjeç dhe që atëherë ai nuk flet shumë, është i mbyllur, por kur i besimi dikujt, hapet si një lule. Duhet vetëm durim. Lara dëgjoi me kujdes, duke ndjerë një peshë në zemër. Një fëmijë pa nën, një fëmijë që kishte nevojë për dashuri, për vëmendje, për dikë që të qëndronte pranë tij. Po babai i tij? Pyeti Lara me ngurrim. Zonja Elena shikoi nga dritarja për një moment, pastaj ju kthye Larës me një shprehje të vështirë për t'u lexuar. Alessandro është një burr i mirë, por i plagosur. Ai punon gjithkohën për të mos menduar, për të mos ndjerë. Dhe kjo nuk është e mirë as për të, as për Mateon, por kjo nuk është puna jote. Ti je këtu për të kujdesur për Mateon, vetëm kaq. Atë natë, kur Lara u shtri në shtrat, ajo nuk mundi të flinte. Mendoi për nënën e saj në Tiranë, për vllain e saj, për jetën e saj të vjetër që kishte lënë pas, por mendoi edhe për Mateon, fëmijën që nuk e kishte parë ende, edhe për babain e tij, burrin që të gjithë e përshkruanin si të ftohtë dhe të largët. Ajo nuk e dinte ende, por jeta e saj ishte gati të ndryshonte përgjithmonë. Lara u zgjua herët në mëngjesin tjetër nga tingujt e një shtëpie që zgjohej. Dëgjoi hapa të shpejt, një derë që mbyllej dikund poshtë dhe një zë mashkullor që fliste në telefon me ton të prerë dhe profesional. Ajo u vesh shpejt me një fustan të thjesht blu të errët dhe zbriti poshtë ku zonja Elena e priste në kuzhinë. Mirëmëngjese dashura. Alessandro sapo doli për në zyrë, do të kthehet vonë sonte, si gjithmonë, por Mateo është zgjuar dhe është në dhomën e tij të lojrave. Eja, do ta takosh. Zemra e Larës rrathte ndërsa ndiqte zonjën Elena nëpër korridorin e gjatë deri te një derë e hapur, nga e cila vinte drita e diellit dhe zhuma e lehtë e lodrave. Ajo hyri brenda dhe pa për herë të parë. Mateo ishte ulur në dysheme, duke luajtur me disa figura të vogla makinerimesh, por kur Lara hyri, ai ngriti kokën dhe e shikoi me 2 sy të mëdhenj të kaltër, plot kuriozitet dhe në të njëjtën kohë një lloj largësie. Ai ishte një djalë i bukur, me flokë të zinj si jati, fytyrë delikate dhe një qetësi që e bënte të dukej më i vjetër se 5 vjeç. Po, kishte diçka në sytë e tij që e bënte Larën të mendonte për fëmijët që kishin parë shumë për moshën e tyre. Mateo, tha zonja Elena me zë të butë, kjo është Lara. Ajo do të luajë me ty dhe do të kujdeset për ty kur unë dhe babai yt jemi të zënë. A je i lumtur? Mateo nuk tha asgjë. Ai vetëm e shikoi Larën për disa sekonda. Pastaj u kthye te lodrat e tij. Zonja Elena i hodhi një vështrim Larës, sikur të thoshte: "Shiko, kështu është ai, mos u shqetëso." Lara u ul në dysheme pranë tij, duke mos thënë asgjë për një kohë të gjatë. Ajo vetëm shikoi lodrat. Pastaj mori një makinë të vogël dhe filloi ta lëvizte ngadalë. "Kjo është e shpejtë,"
tha ajo me zë të butë në italisht. Më duket se mund të fitoj një garë. Mateo ngriti kokën përsëri dhe kësaj radhe, për një sekond, buzët e tij u përdredhen në një gjysmë buzëqeshjeje. Zonja Elena doli pa zhurmë nga dhoma duke lënë të dyve vetëm. Dhe kështu filloi dita e parë e Larës si Dado e Mateos. Ishte një punë më e vështirë se sa kishte menduar. Jo sepse Mateo ishte i vështirë, por sepse ai ishte kaq i qetë, kaq i mbyllur. Ai nuk kërkonte vëmendje, nuk bërtishte, nuk kërkonte lojra. Ai vetëm qëndronte në dhomën e tij dhe luante vetëm. Por Lara kishte durim. Ajo kishte rritur vëllain e saj më të vogël kur ishte vetëm 11 vjeç, pasi nëna e tyre ishte sëmurë dhe e paaft të kujdesej shumë për të. Ajo e dinte se fëmijët si Mateo nuk hapeshin me zhurmë dhe lojra. Ata hapeshin me heshtje dhe prani e qetë. Kështu që ajo nuk e detyroi. Ajo vetëm qëndroi pranë tij, ditë pas dite, duke u luajtur në heshtje, duke i përgatitur ushqime që e dinte se do t'i pëlqenin, dhe duke folur me zë të butë për gjëra të vogla, të parëndësishme. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, Mateo filloi të hapej. Një ditë, pas një jave, ai i tha: "Më pëlqen pasta me domate." Një ditë tjetër, ai e kërkoi: "A mund të më lexosh një libër?" Dhe një ditë, ai u ul pranë saj dhe i tha: "Ti je e mirë, nuk bërtas." Lara nuk e kishte takuar ende Alessandro Ricci. Ai dilte herët në mëngjes dhe kthehej vonë në darkë, shpesh pas orës 8 ose 9. Dhe kur kthehej, ai shkonte drejt për drejt në zyrën e tij ose në dhomën e tij, pa dalë për të parë askand. Lara dëgjonte hapat e tij në korridorin e sipërm, dëgjonte zërin e tij kur fliste në telefon, por nuk e shihte kurrë. Zonja Elena shpesh thërriste në kohën e darkës, por Alessandro rrallë dilte për të ngrënë me ta. Lara filloi të ndjente një lloj kurioziteti për të. Kush ishte ky burr që punonte kaq shumë? Pse nuk e shihte kurrë djalin e tij? "Nuk e kupton," i tha një ditë zonja Elena, kur Lara e pyeti me ngurim. "Ai nuk di si të jetë afër Mateos, që kur vdiq gruaja e tij, ai u mbyll plotësisht. Mendon se nëse mbron veten nga dhimbja do të jetë më i fortë, por e vetmja gjë që po bën është të largojë djalin e tij." "Po Mateo?" pyeti Lara. "A nuk e ka nevojë babain e tij?" "Sigurisht që po," tha zonja Elena me zë të trishtuar, "por Alessandro nuk e di se si t'ja jap atë." 2 javë pas arritjes së saj në Rom, Lara përfundimisht e takoi Alessandro Ricci. Ishte një shtunë pas dite, dhe Lara po luante me Mateo në kopsht, duke e ndihmuar atë të ndërtonte një kështjell me bloqe druri, kur dëgjoi një derë që hapej nga vila. Ajo ngriti kokën dhe e pa për herë të parë. Alessandro Ricci ishte një burr i gjatë, mbi 1,85 m, me trup atletik dhe lëvizje të sigurta. Vishte një kostum të errët pa kravatë, dhe flokët e tij të zi ishin të shkurtra, me pak gërvishtje gri në anët. Por ishte fytyra e tij që e goditi Larën më shumë. Ai kishte një fytyrë të fortë, me nofulla të prera dhe sy të errët, pothuajse të zinj, që shikonin me një intensitet që e bënte dikë të ndjehej i vëzhguar. Por në të njëjtën kohë, kishte diçka të thyer në to, diçka që fshihej pas një muri të ftohtë dhe të pandërprer. Ai qëndroi në prag të derës për një moment, duke shikuar Mateon dhe Larën, por pa thënë asgjë. Mateo nuk e kishte parë ende. Lara u ngrit ngadalë, duke ndjer një nervozizëm që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. "Ju jeni Alessandro Ricci?" tha ajo në italisht. Ai e shikoi dhe për një moment diçka kaloi nëpër sytë e tij, por ishte aq e shpejt, aq e vogël që Lara nuk ishte e sigurt nëse e kishte imagjinuar. "Po," tha ai me zë të thellë dhe të kontrolluar. "Dhe ti je Lara?" "Po, zotri." Ai tundi kokën, pastaj shikoi drejt Mateos, që tani e kishte parë dhe kishte ngrirë në vend. "Mateo," tha Alessandro, por zëri i tij nuk kishte ngrohtësi, ishte thjesht i zbrazët. Mateo nuk tha asgjë, ai vetëm e shikoi babain e tij dhe pastaj u kthye te bloqet e tij. Diçka u thye në shprehjen e Alessandro për një moment, por ai e fshiu shpejt. "Do t'jem në zyrë," tha ai dhe u kthye pa pritur përgjigje. Lara e shikoi të largohej dhe në atë moment ajo kuptoi diçka që do ta ndiqte për muajt që vinin. Alessandro Ricci nuk ishte thjesht një burr i zënë, ai ishte një burr i thyer. Dhe për arsye që ajo ende nuk e kuptonte plotësisht, ajo ndjeu një dhimbje në zemër për të. Javët kalonin njëra pas tjetrës dhe Lara filloi të ndjehej më e sigurt në rolin e saj.
Mateo tani buzëqeshte shpesh, kërkonte dorën e saj kur dilnin jashtë dhe madje filloi të fliste më shumë. Ai I tregonte për ëndrat e tij, për miqtë e tij imagjinar dhe për gjërat që e bënin të lumtur. Lara e dinte se ajo po bënte diçka të mirë për të, dhe kjo e mbushte me një lloj krenarie të qetë që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Por sa më shumë kohë kalonte me Mateon, aq më shumë e vërejti largësinë mes tij dhe babait të tij. Alessandro rrallë ishte në shtëpi, dhe kur ishte, ai mbyllej në zyrën e tij ose dilte përsëri për mbledhje pune. Ai nuk hante darkë me ta, nuk pyeste si kishte kaluar ditën Mateo dhe nuk luante kurrë me të. Një mbrëmje, kur Mateo kishte pyetur, kur do të luaj babai me mua? Lara nuk e dinte çfarë të përgjigjej. Babai yt është shumë I zënë, Mateo, tha ajo me butësi, por ai të do shumë. Por ai nuk më tregon, tha Mateo me zë të vogël, dhe Lara ndjeu një nyje në fyt. Atë natë, pasi Mateo ra në gjumë, Lara doli në balkonin e dhomës së saj dhe shikoi qiellin e yjet të zuar të Romës. Ajo nuk mund të heshte më. Nëse Alessandro nuk e shihte se çfarë po humbiste, dikush duhej t'ia thoshte. Por kush ishte ajo që t'i fliste atij? Ajo ishte thjesht Dada, një e huaj, një vajzë që punonte për të. Megjithatë, në ditët që erdhën, ajo filloi të vëzhgonte Alessandro më nga afër. Ajo vuri re se kur ai mendonte se askush nuk po e shikonte, ai ndalonte për një moment përpara dhomës së Mateos dhe thjesht qëndronte atje, duke dëgjuar. Ajo vuri re se ndonjëherë kur Mateo qeshte, Alessandro ngrinte kokën nga puna dhe një hije buzëqeshje I kalonte në përfytyrë. Dhe ajo vuri re se sytë e tij ishin plot dhimbje. Një ditë, Lara vendosi të merrte një hap të vogël. Ishte një e premte pasdite dhe Alessandro kishte ardhur në shtëpi më herët se zakonisht. Ai qëndronte në sallonin e madh, duke lexuar disa dokumente, kur Lara zbriti me Mateon për të pirë ujë. "Babo!" thirri Mateo me gëzim kur e pa babain e tij. Alessandro ngriti kokën dhe për një moment Lara pa diçka në sytë e tij që nuk e kishte parë më parë. Dashuri. Por pastaj ai u mbyll përsëri. "Mirë, Mateo," tha ai thjesht dhe u kthye te dokumentet. Mateo u ula fërti, duke luajtur me një makinë të vogël dhe Lara mori kurajon për të folur. "Zoti Ricci," filloi ajo me ngurrim. Mateo ndërtoi një kështjell sot në kopsht. Ishte shumë e bukur. Ai do të dëshironte t'u e tregonte nëse keni kohë. Alessandro e shikoi për një moment dhe Lara pa një lloj irritimi në sytë e tij. "Nuk kam kohë tani," tha ai me zë të prerë. "Po më vonë," insistoi Lara duke ditur se po e tejkalonte vijën. Alessandro la dokumentet dhe e shikoi drejt. Sytë e tij të errët ishin të ftohtë. "Zonja Kelmendi, puna juaj është të kujdeseni për Mateon, jo të më thoni mua si të jem prind. A është e qartë?" Lara ndjeu një val të nxehtë duke I mbuluar faqet, por nuk u përul. "Është e qartë, zotri," tha ajo me qetësi, "por unë nuk po ju them si të jeni prind. Unë thjesht po ju them se djali juaj ka nevojë për ju." Alessandro ngriti zërin pak. "Djali im ka gjithçka që I nevojitet. Ka një shtëpi të bukur, veshje të mira, ushqim, arsim, ka çdo gjë." "Përveç babait ti," tha Lara dhe u pendua menjëherë. Heshtja që ra ishte e rëndë. Alessandro u ngrit nga divani, I gjatë dhe I frikshëm në këmbë. "Ju nuk e njihni asgjë për mua, zonja Kelmendi, dhe nuk keni të drejtë të flisni për gjëra që nuk I kuptoni." Ai mori dokumentet dhe u largua nga salloni pa shikuar prapa. Mateo e shikoi Larën me sy të mëdhenj. "Ai u zemërua?" pyeti ai me zë të vogël. Lara u ul pranë tij dhe e përqafoi. "Jo me ty, shpirti im, asnjëherë me ty." Por zemra e saj po rrafte fort dhe ajo e dinte se kishte bërë një gabim. Atë natë, ajo nuk mund të flinte. Çfarë kishte bërë? Kishte tejkaluar kufijtë e saj, kishte folur me një njeri që nuk donte të dëgjonte. Por në të njëjtën kohë, ajo nuk mund të heshte. Nuk mund të shikonte një fëmijë që vuante nga mungesa e babait të tij dhe të mos thoshte asgjë. 2 ditë kaluan pa u treguar Alessandro. Ai dilte dhe kthehej, por shmangej plotësisht nga Lara dhe madje edhe nga Mateo. Zonja Elena e vuri re tensionin. "Çfarë ndodhi mes jush dhe Alessandro?" e pyeti ajo një mëngjes. Lara e shpjegoi dhe zonja Elena fërkoi fytyrën me duart e saj. "E dashura ime, ti
Ti ke zemër të mirë, por Alessandro nuk dëgjon. Ai ka ndërtuar një mur rreth vetes dhe askush nuk mund të hyjë brenda. Edhe unë kam provuar, edhe prindrit e tij kanë provuar, por ai është mbyllur prej vitesh. Por pse, pyeti Lara? Çfarë ndodhi? Zonja Elena mori frym thellë. Gruaja e tij, Sofia, vdiq në një aksident makine kur Mateo ishte vetëm 2 vjeç. Ishte diçka e tmerrshme, e papritur, dhe Alessandro nuk ja fal vetes kurrë. Pse nuk ja fal vetes? Pyeti Lara me zë të butë. Sepse ata ishin ngrindur atë ditë, ta zonja Elena me zë të ulët. Kishte qenë një grindë e vogël, e parëndësishme për diçka në shtëpi, dhe Sofia kishte dalë me makinë e irrituar. Ajo nuk duhej të ishte në atë rrugë atë moment, dhe Alessandro mendon se nëse nuk do të kishin ngrindur, ajo do të ishte ende gjallë. Lara ndjeu një peshë në gjoks. Tani e kuptonte. Alessandro nuk po largohej nga Mateo sepse nuk e donte. Ai po largohej sepse çdo herë që e shikonte, ai kujtonte gruan që kishte humbur dhe fajin që mbante në shpirt. Por kjo nuk e bënte më të drejtë, mendoi Lara. Mateo nuk kishte asnjë faj. Ai ishte vetëm një fëmijë që kishte nevojë për babain e tij. Një javë më vonë, Lara vendosi të provonte një qasje tjetër. Në vend që të fliste drejt për drejt me Alessandron, ajo vendosi ta tërhiqte atë nëpërmjet Mateos. Një pasdite, kur Alessandro ishte në shtëpi, Lara i tha Mateos të pikturonte një vizatim për babain e tij. Mateo u emocionua dhe punoi me përkushtim, duke pikturuar një diell të madh të verdh, një shtëpi dhe 2 figura, një të madhe dhe një të vogël, duke mbajtur dorën. "Ky je ti dhe babai yt," i tha Lara me butësi. Mateo buzëqeshi gjerë. "Po, do t'ja jap babait." Atë mbrëmje, Mateo e priti Alessandro te dera me vizatimin në duar. "Babo, shiko çfarë bëra për ty," thirrri ai me gëzim. Alessandro ndaloi. Ai shikoi vizatimin, pastaj shikoi Mateon. Dhe për një sekond, muri i tij u thyre. Ai u përkul dhe e mori vizatimin me duar që dridheshin lehtë. "Është i bukur," tha ai me zë të përmbajtur. "A mund të luajmë tani?" pyeti Mateo me shpresë. Alessandro hezitoi, dhe Lara e pa luftën që zhvillohej brenda tij. Ai donte të thoshte po, por diçka e pengonte. "Jo sonte, Mateo, babai është i lodhur," tha ai përfundimisht, dhe u ngrit. Shprehja në fytyrën e Mateos ishte shkatërruese. Ai tundi kokën e heshtje dhe u kthye drejt Larës, që e mori në krah. Atë natë, Lara nuk mund të heshte më. Ajo priti derisa Mateo ra në gjumë, pastaj shkoi te zyra e Alessandros. Dera ishte pak e hapur dhe ajo e pa të ulur në tavolinë, me kokën në duart e tij. Ajo trokiti lehtë. Alessandro ngriti kokën shpejt dhe e shikoi. "Çfarë dëshironi?" pyeti ai me zë të lodhur. Lara hyri pa pritur ftesë. "Zonja Kelmendi, ne tashmë kemi pasur këtë bisedë." "Jo, nuk e kemi pasur, sepse ju nuk keni dëgjuar. Ju nuk keni dëgjuar se si djali juaj vuan. Ju nuk keni dëgjuar se si ai pyet çdo ditë kur do të luani me të. Ju nuk keni dëgjuar se si ai mendon se babai i tij nuk e do." Alessandro u ngrit ashpër nga karrigja. "Ai e di që unë e dua," tha ai me zë të lartë. "Jo, nuk e di," ju përgjigj Lara po aq fort, "sepse ju nuk ja tregoni, ju nuk jeni atje, ju nuk e shikoni, nuk e prekni, nuk i flisni. Si mund ta di ai?" Alessandro u afrua, sytë e tij plot me një zemërim që fshihte dhimbjen. "Ju nuk e kuptoni," tha ai me zë të ulët por intensiv. "Ju nuk dini çfarë është të humbasësh dikë që do. Ju nuk dini çfarë është të jetosh me faj çdo ditë. Çdo herë që shikoj Mateon, shikoj gruan që humba, dhe është e pamundur, është shumë e dhimbshme." Lara nuk u tërhoq. Ajo e shikoi drejt në sy. "Dhe çfarë do të mendoni kur një ditë Mateo të rritet dhe të kuptoj që babai i tij zgjodhi dhimbjen e tij mbi dashurinë për të?" tha ajo me zë që dridhej lehtë. "Çfarë do të mendoni kur ai të mos ketë më nevojë për ju, sepse ju nuk keni qenë kurrë atje?" Alessandro mbeti i heshtur, por në sytë e tij Lara pa diçka që po thyhet. "Dilet," tha ai me zë të thyer. Lara doli, por para se të mbyllte derën, ajo tha: "Ai e ka pikturuar juve duke mbajtur dorën e tij, sepse kjo është gjithçka që ai dëshiron. Vetëm dorën tuaj." Ditët e ardhshme ishin të çuditshme. Alessandro nuk foli më me Larën,
por diçka kishte ndryshuar. Ajo e vuri re se ai tani shikonte Mateon më gjatë kur mendonte se askush nuk po e shikonte. Ajo e vuri re se ai ndalonte para dhomës së Mateos çdo mbrëmje përpara se të shkonte në dhomën e tij. Dhe një mbrëmje, diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Lara po i lexonte Mateos një përrall para se ai të flinte, kur dera u hap ngadalë. Alessandro qëndroi në prag, duke dukur i pasigurt. Mund të hyj? Pyeti ai me zë të ulët. Mateo ngriti kokën, sytë e tij u hapën gjër. Babo! Alessandro hyri ngadalë dhe ul me skajin e shtratit. Lara u ngrit për të dalë, por Alessandro e ndaloi me një gjest të dorës. Mund të qëndroni, tha ai. Ju mund të vazhdoni përrallën. Lara ul përsëri, zemra duke i rrahur fort. Ajo vazhdoi të lexonte, por tani zëri i saj dridhej lehtë. Kur përfundoi, Mateo shikoi babain e tij. A mund të lexoj edhe unë një përrall, babo? Pyeti ai me shpresë. Alessandro tundi kokën dhe për herë të parë që nga koha që Lara kishte ardhur, ajo i pa një buzëqeshje të vërtet në fytyrën e tij. Sigurisht, tha ai me zë të butë. Mateo mori një libër dhe filloi ta lexonte me zërin e tij të vogël dhe Alessandro dëgjoi me një kujdes që bëri Larën të ndjente një nyje në fyt. Kur Mateo përfundoi, ai e përqafoi babain e tij dhe Alessandro e mbajti fort për një kohë të gjatë, sytë e tij të mbyllur dhe fytyrën e tij të varur mbi kokën e djalit të tij. Të dua, Mateo, tha ai me zë që mezi dëgjohej. Edhe unë të dua, babo, tha Mateo, dhe buzëqeshi në gjumë. Lara u ngrit ngadalë për të dalë, por Alessandro e ndaloi përsëri. Faleminderit, tha ai duke e shikuar në sy. Për atë që thatë, kishte nevojë dikush të më thoshte të vërtetën. Lara tundi kokën, duke mos ditur çfarë të thoshte. Unë jam thjesht e lumtur që po e shihni, tha ajo në butësi. Ata dolën nga dhoma të dy dhe në korridorin e errët, Alessandro ndaloi dhe e shikoi përsëri. Ju nuk jeni thjesht dada, tha ai. Ju keni shpëtuar djalin tim dhe ndoshta edhe mua. Lara ndjeu faqet duke i nxehur. Ju e keni shpëtuar veten tuaj, zoti Ricci. Unë vetëm ju dhash një shtys të vogël. Ai buzëqeshi lehtë dhe për herë të parë, Lara e pa një njeri që nuk kishte i ftohtë, por thjesht i humbur. Alessandro, tha i papritur. Mund të më thërrisni Alessandro? Lara tundi kokën, duke ndjerë zemrën duke i rrahur edhe më fort. Mirë, Alessandro. Ata qëndruam në heshtje për një moment, pastaj Alessandro tha mira natën dhe u largua. Lara u kthye në dhomën e saj, por nuk mund të flinte. Diçka kishte ndryshuar, dhe ajo nuk e dinte nëse ishte një gjë e mirë apo e keqe. Në javët që pasuan, Alessandro filloi të kalonte më shumë kohë në shtëpi. Ai kthehej më herët nga puna, hante darkë me Mateon dhe Larën, dhe madje filloi të luante me Mateon çdo mbrëmje para se ai të flinte. Mateo ishte transformuar. Ai ishte më i lumtur, më i hapur, më plot jetë. Ai qeshte më shtesh, fliste më shumë dhe përmendi babain e tij në çdo bisedë. Dhe Lara gjeti veten duke shikuar Alessandron më shpesh se sa duhej. Ajo e vuri re se si ai ishte i butë me Mateon, se si ai dëgjonte me vëmendje çdo gjë që djali i tij thoshte, se si sytë e tij ndriçonin kur Mateo qeshte. Por ajo vuri re edhe diçka tjetër. Ajo vuri re se si Alessandro e shikonte atë ndonjëherë, jo si një dado, por si diçka tjetër. Ishte në këto momente që Lara e kuptoi se po ndodhte diçka që nuk duhej të ndodhte. Ajo po ndjente diçka për Alessandro. Ishte e paarsyeshme, e papranueshme dhe plotësisht e pamundur. Ai ishte punëdhënësi i saj. Ai ishte një milioner italian. Ai jetonte në një botë të ndryshme nga e saj. Dhe ajo ishte vetëm një vajzë shqiptare që punonte si dado, por zemra nuk dëgjon arsyen. Një mbrëmje, kur Mateo ishte në shtrat dhe zonja Elena kishte shkuar në shtëpinë e saj, Lara ishte ulur në balkonin e saj duke shikuar yjet, kur dëgjoi hapa pas saj. Ishte Alessandro. Shpresoj që nuk po ju shqetësoj, tha ai me ngurrim. Lara u kthye shpejt. Jo fare, unë vetëm isha duke shikuar yjet. Alessandro u afrua dhe shikoi qiellin. Është e bukur sonte, tha ai. Roma nuk ka shumë yje për shkak të dritave, por nga këtu mund të shohësh pak. Ata qëndruan në heshtje për një moment, dhe pastaj Alessandro foli përsëri. Dua t'ju falenderoj, Lara, jo vetëm për atë që bëni për Mateon, por edhe për atë që më thatë. Ju më ndihmua të shikoj se çfarë po humbisja, dhe unë nuk e di nëse do t'isha në gjendje ta kuptoja nëse ju nuk do të kishin folur.
Lara e shikoi, dhe në dritën e dobët të hënës, ajo pa se sytë e tij ishin plot mirënjohje, por edhe diçka tjetër. Ju e meritoni të jeni I lumtur, Alessandro, tha ajo me zë të butë. Ju keni vuajtur mjaft. Po ju? Pyeti ai I papritur, duke e shikuar drejt në sy. Ju gjithashtu keni vuajtur, apo jo? Lara u befasua nga pyetja. Po, por kjo nuk ka rëndësi. Jeta ime nuk është e rëndësishme. Po, është, e ndërpreu ai. Ju jeni e rëndësishme, Lara, dhe më vjen keq nëse ndonjëherë ju kam bërë të ndiheni ndryshe. Zemra e Larës po rrahte kaq fort, sa ajo mendoi se ai mund ta dëgjonte. Faleminderit, tha ajo me zë që mezi dëgjohej. Alessandro hapur duhet të thoshte diçka, por hezitoi. Pastaj ai thjesht tundi kokën. Mirë natën, Lara, tha ai dhe u largua. Por Lara e dinte. Ajo e dinte se diçka po ndodhte mes tyre. Diçka e rrezikshme, diçka e palejueshme, diçka që mund t'i shkatërronte të dy. Një javë më vonë, zonja Elena ftoi Larën për një bisedë private. Ato ulën në sallonin e vogël dhe zonja Elena duke I shqetësuar. E dashura ime, filloi ajo me ngadalë, unë duhet të pyes diçka dhe shpresoj që të jesh e sinqert me mua. Zemra e Larës u ngushtua. Sigurisht, zonja Elena. Ti dhe Alessandro, a ka ndodhur diçka mes jush? Lara u ngroh në fytyrë menjëherë. Jo, absolutisht jo, zonja Elena. Unë nuk kam bërë asgjë të papërshtatshme. Qetësohu e dashura, tha zonja Elena me butësi. Unë nuk po t'akuzoj për asgjë, por unë e kam vënë re se ka një tension mes jush, dhe unë jam e shqetësuar. Lara mori frymë thellë. Unë nuk kam bërë asgjë, zonja Elena, por nuk mund të mohoj se ndonjëherë ndjehet sikur ka diçka. Por është thjesht imagjinata ime. Unë e di se ai është punëdhënësi im dhe unë nuk do të kaloj asnjëherë një vijë. Zonja Elena e shikoi me shprehje të butë. E dashura ime, unë nuk po të gjykoj, por dua të paralajmëroj. Familja e Alessandro është shumë e pasur dhe shumë e vjetër. Prindrit e tij janë njerëz tradicionalist që besojnë në klasë sociale dhe në martesa të përshtatshme. Nëse ata menojnë se ti po tenton të afrohesh me Alessandro, ata do të bëjnë gjithçka për të larguar. Lara ndjeu një ftohtë që I ra përmes trupit. Por unë nuk po bëj asgjë. E di, tha zonja Elena, por ndonjëherë ndjenjat nuk mund të kontrollohen, dhe nëse ti ndjehesh diçka për Alessandro, ti duhet të jesh shumë e kujdesshme, sepse ai është një burr I mirë, por jeta e tij është e komplikuar, dhe nëse ti përfshihesh në atë, mund të lëndohesh shumë. Lara tundi kokën, duke ndjerë një peshë në gjoks. E kuptoj, zonja Elena. Faleminderit për paralajmërimin. Por pavarësisht nga paralajmërimi, ndjenjat e Larës nuk ndryshuan. Ato vetëm u bën më të forta. Dhe më e keqja, ajo filloi të dyshonte se Alessandro ndjente të njëjtën gjë. 2 javë më vonë, diçka ndodhi që ndryshoi gjithçka. Ishte një shtunë pasdite, dhe Alessandro kishte marrë një ditë të lirë nga puna. Ai kishte vendosur të kalonte ditën me Mateon dhe Larën, dhe ata dolën për një piknik në vilën Borghese, një nga parqet më të bukura të Romës. Mateo ishte jashtëzakonisht I lumtur. Ai vrapoi, luajti, qeshi dhe për herë të parë që nga vdekja e nënës së tij, ai dukej si një fëmijë normal. Alessandro dhe Lara ecën pas tij, duke e shikuar me buzëqeshje. Faleminderit për këtë, tha Alessandro. Unë nuk e di nëse do të kisha pasur kurajën ta bëja, nëse ju nuk do të kishit qenë këtu. Ju po e bëni mrekulli, tha Lara me sinqeritet. Mateo është kaq I lumtur. Ai të do shumë. Alessandro e shikoi me një intensitet që e bëri Larën të ndalonte frymarrjen. Po ju? Pyeti ai me zë të ulët. A më doni ju? Lara ngriti beft. Ajo nuk priste një pyetje të tillë. Unë respektoj ju shumë, Alessandro, tha ajo duke shmangur të përgjigjes drejt për drejt. Kjo nuk ishte pyetja ime, tha ai duke qëndruar më afër saj. Zemra e Larës po kërcente. Unë nuk di çfarë të them, tha ajo me zë që dridhej. Alessandro mori frymë thellë, pastaj shikoi drejt Mateos që po luante me top. Unë e di se kjo është e çmendur, tha ai më në fund. E di se unë nuk duhet të ndjej këtë. Ju jeni një vajzë e re, ju punoni për mua, ju jeni nga një botë plotësisht e ndryshme, por unë nuk mund ta ndaloj.
çdo ditë që shoh ju me Mateon, çdo herë që dëgjoj zërin tuaj, çdo herë që buzëqeshni, unë ndjej diçka që nuk kam ndjer prej vitesh. Lara nuk dinte çfarë të thoshte. Ajo ndjente të njëjtën gjë, por nuk mund ta pranonte. Nuk ishte e drejtë. Alessandro, tha ajo me zë të butë, ju nuk më njihni vërtet. Ju më njihni vetëm si Dadon e Mateos, por ju nuk dini asgjë për jetën time, për të kaluarën time, për atë që kam kaluar. Atëherë më thuaj, tha ai duke kapur dorën e saj. Më thuaj gjithçka, unë dua të di, unë dua t'ju njoh. Dhe në atë moment, nën hijen e pemëve të vilës borgeze, Lara filloi t'i tregonte historinë e saj. Ajo i tregoi për fëmijërinë e saj të vështirë, për babain që i kishte braktisur, për nënën që kishte rënë e sëmur, për vëllain e saj të vogël që ajo kishte rritur si nën. Ajo i tregoi për sakrificat që kishte bërë, për shkollën që kishte lënë, për ëndrat që kishte humbur. Dhe Alessandro dëgjoi pa folur, duke mbajtur dorën e saj gjatë gjithë kohës. Kur ajo mbaroi, ai tha: "Ju jeni gruaja më e fortë që kam takuar ndonjëherë, dhe unë do t'ju respektoj përgjithmonë për atë." Lara ndjeu lot duke i vinë në sy. "Por ne nuk mund të jemi bashkë, Alessandro. Ju e dini këtë. Bota juaj dhe bota ime janë shumë të ndryshme, dhe unë nuk mund ta bëj juve dhe Mateos të vuajnë për shkak të meje." "Ju nuk po na bëni të vuajnë," tha me forcë. "Ju po na bëni të lumtur, por e kuptoj nëse keni frikë. Unë gjithashtu kam frikë, sepse hera e fundit që e lejova veten të dua dikë, humba atë, dhe nuk e di nëse jam i aftë ta bëj përsëri." Lara e shikoi në sy dhe pa një burrë që po luftonte me demonët e tij, ashtu si ajo po luftonte me të sajet. "Çfarë bëjmë?" pyeti ajo me zë të vogël. Alessandro nuk pati kohë të përgjigjej, sepse Mateo erdhi vrapuar te ata. "Babo, Lara, eja të luajmë me top." Alessandro e la dorën e Larës dhe u buzëqeshi djalit të tij. "Po vim, shpirti im." Por kur Mateo u kthye për të vrapuar, Alessandro i shprehu Larës: "Ne do ta gjejmë një rrugë," premtoi. Dhe Lara, pavarësisht nga gjithçka, ndjeu një shkëndij shprese në zemrën e saj. Javët e ardhshme ishin plot tension dhe emocione të forta. Alessandro dhe Lara kujdesen të mos tregonin ndjenjat e tyre para Mateos ose zonja Elena, por kur ishin vetëm, ata flisnin për gjithçka, për jetën, për të kaluarën, për ëndrat. Lara mësoi se Alessandro kishte studiuar ekonominë në Londër, se ai kishte trashëguar kompaninë e familjes nga babai i tij, dhe se ai kishte punuar çdo ditë për ta bërë atë më të madhe dhe më të suksesshme. Por ajo mësoi edhe se ai kishte humbur shtirtin e tij diku përgjatë rrugës. "Pas vdekjes së Sofias," tha ai një mbrëmje, ndërsa ata qëndronin në balkonin e tij, "unë vendosa se nëse nuk do të ndjeja asgjë, nuk do të lëndohesha më. Kështu që mbyta çdo emocion, çdo ndjenjë, dhe kjo më shkatroi. Më shndroi në një makinë që thjesht punonte dhe ekzistonte, por nuk jetonte." Lara e mori dorën e tij. "Por ju jeni duke jetuar tani," tha ajo me butësi. "Ju po e shihni këtë, apo jo?" Alessandro e shikoi me sy plot dhimbje dhe dashuri. Po jetoj, për shkak tuaj." Por jo gjithçka ishte e bukur. Një ditë, kur zonja Elena kishte dalë për të blerë ushqime dhe Mateo po luante në dhomën e tij, Alessandro dhe Lara ishin ulur në kuzhinë duke pirë kafe, kur dera u hap papritur. Një grua e mesme e bukur me flokë të artë dhe veshje të shtrenjta hyri brenda. Ajo kishte një ajër superioriteti dhe elegance që e bënte të dukej sikur zotëronte çdo vend ku hynte. Lara u ngrit shpejt nga karrigja. "Mirdita," tha ajo me ngurrim në italisht. Gruaja e shikoi nga koka të këmbët me një shikim që ishte qartë kritik. "Kush je ti?" pyeti ajo me zë të ftohtë. "Unë jam Lara, dada e Mateos," u përgjigj Lara duke ndjer një parehati të thellë. "Nëna?" tha Alessandro duke u ngritur me një shprehje të tensionuar. "Nuk prisja që të vije sot." Gruaja e shikoi me një shikim të mpreft. "Qartë, nëse do të kisha paralajmëruar, ju do të kishit pasur kohë të fshihni këtë keni këtu." Alessandro u afrua te nëna e tij. "Lara është dada e Mateos, asgjë më shumë." "Asgjë më shumë?" përsëriti gruaja me një buzëqeshje ironike. "Alessandro, ti më merr për budallaqe?
Unë e di kur një burr I ri po interesohet për një grua, dhe mënyra se si ti po e shikon këtë vajzë është shumë e qartë. Lara ndjeu faqet duke I nxehur dhe zemrën duke I rrahur fort. Ajo donte të largohej, por këmbët e saj nuk lëviznin. Signora Ricci, filloi ajo me zë të ulët. Unë, sigurisht, ti nuk do të më flasësh nëse nuk të pyes, e ndërpreu gruaja me ftohësi. Alessandro, dua të flas me ty privatisht. Alessandro duke I zemëruar, por tundi kokën. Lara, mund të shkosh te Mateo të lutem? Lara doli shpejt nga kuzhina, por zemra e saj po të coptohej. Ajo e dinte se kjo do të ndodhte. E dinte se ndjenjat e saj dhe të Alessandro nuk mund të mbeteshin sekret për gjithmonë. Ajo shkoi te Mateo dhe u luat me të, por mendja e saj ishte tek biseda që po zhvillohej poshtë. Një orë më vonë, kur zonja Elena u kthye dhe erdhi ta zvendësonte Larën, ajo zbriti poshtë me zemër të rëndë. Signora Ricci ishte ende atje, ulur në sallonin e madh me Alessandro. Të dy dukeshin të tensionuar. Lara u përpoq të kalonte pa u vënë re, por signora Ricci e ndali. Ti, eja këtu. Lara qëndroi në prag të sallonit, duke mos ditur çfarë të bënte. Po, signora? Sa kohë ke qenë këtu? Pyeti gruaja me një ton inkwizitor. 3 muaj, signora. Dhe në këto 3 muaj, ti ke arritur të bësh që djali im të harroj pozicionin tënd. Të harroj se ti je thjesht një punonjëse e paguar. Nëna, filloi Alessandro, por signora Ricci e ndali me një dorë. Unë po flas me të. Alessandro, ti do të heshtësh. Ajo u kthye përsëri te Lara. Dëgjo mirë, vajzë. Unë nuk e di se çfarë lojëre po luan ti, por familja ime ka një reputacion që duhet mbrojtur. Ne nuk lejojmë marrëdhënie të papërshtatshme mes klasave sociale. Dhe nëse ti mendon se mund të mashtrosh djalin tim, po bën një gabim të madh. Lara ndjeu lot duke I vi një sy, por u përpoq t'i mbante. Unë nuk jam duke mashtruar askand, signora. Unë thjesht po kujdesem për Mateon. Po, dhe po bën një punë të shkëlqyer në atë, tha signora Ricci me ironi. Kaq të shkëlqyer sa djali im po harron se ti je një e huaj, një punonjëse, një askush. Mjaft, thiri Alessandro, duke u ngritur ashpër. Nëna, nuk do të toleroj që ti ta fyesh Larën në shtëpinë time. Signora Ricci u ngrita dhe ajo, sytë e saj plot zemërim. Shtëpia jote? Kjo shtëpi, kjo kompani, gjithçka që ti ke, është nga familja jonë. Dhe nëse ti mendon se do të lejoj që ti ta shkatërrosh emrin ton për shkak të një aventure me një dado shqiptare, ti gabohesh rënd. Ato fjalë goditën Larën si një shuplak. Ajo nuk mund të mbante më. Ajo u kthye dhe vrapoi drejt shkallëve, duke dëgjuar zërin e Alessandro që thirrte emrin e saj. Por ajo nuk ndaloi. Ajo shkoi në dhomën e saj, mbylli derën dhe lëshoi lot që kishte mbajtur prej ditësh. Ajo e dinte se kjo nuk do të funksiononte kurrë. Signora Ricci kishte të drejtë. Ajo ishte vetëm një dado shqiptare, dhe Alessandro ishte një milioner italian me një familje që nuk do ta pranonte atë kurrë. Pak minuta më vonë, ajo dëgjoi një trokitje në derë. Lara, jam unë, Alessandro. Të lutem, hap derën. Lara fshiu lotët dhe hapi derën. Alessandro qëndroi atje, fytyra e tij plot dhimbje dhe zemërim. Më vjen shumë keq për atë që tha nëna ime. Ajo nuk ka të drejtë të flasë kështu. Por ajo ka të drejtë për një gjë, tha Lara me zë të thymer. Ne jemi nga 2 botë të ndryshme, dhe nëse ne vazhdojmë këtë, të vetmi që do të vuajnë do të jemi ne, dhe më e keqja, Mateo. Alessandro e kapi për krahët. Unë nuk do të lë të largohesh për shkak të fjalëve të saj. Por ajo nuk gaboi, tha Lara duke qarë. Unë jam vetëm një dado, unë jam një e huaj, dhe familja jote nuk do të më pranoj kurrë. Unë nuk kam nevojë për miratimin e tyre për të dashur, tha Alessandro me forcë. Unë kam të drejtë të zgjedh me këtë dua të jem. Por çfarë për Mateon? Pyeti Lara. Çfarë do të ndodh kur familja jote do të fillojë të më trajtojë keq? Çfarë do të ndodh kur ai të kuptojë se unë jam arsyeja pse babai I tij është në konflikt me gjyshen e tij? Ai ka kaluar tashmë shumë dhimbje, nuk e meriton më shumë. Alessandro e shikoi me një shprehje të dëshpëruar. Atëherë çfarë duhet bërmë? Të heqim dorë? Lara filloi të qante më fort. Unë nuk e di. Unë thjesht e di se nuk mund ta shoh Mateon të vuaj,
dhe nuk mund ta shoh ty të humbasesh familjen tënde për shkak të meje. Alessandro e përqafoi fort. Ti je familja ime, ti dhe Matteo, ju jeni gjithçka që më duhet. Por edhe ndërsa thoshte këto fjalë, Lara e dinte se gjërat nuk ishin kaq të thjeshta. Ditët e ardhshme ishin të mbushura me tension. Signora Ricci nuk u largua. Ajo qëndroi në një hotel luksi afër dhe vinte çdo ditë në vilë për të vizituar Matteon, por Lara e dinte se ajo ishte atje për ta mbikëqyrur. Çdo herë që Signora Ricci shikonte Larën, ajo e bënte me një lloj prezite që e bënte Larën të ndjehej e vogël dhe e pavlefshme. Një ditë kur Lara po përgatiste drekën për Matteon, Signora Ricci hyri në kuzhinë. Sa i paguaj djalit tim? Pyeti ajo me një ton rastësor që nuk ishte i rast fare. Lara u kthye nga sporeti. Këtë duhet ta pyesni Alessandro, signora. Unë të pyeta ty, tha Signora Ricci me ton më të fortë. Lara mori frym thellë. 1.500 euro në muaj, signora. Signora Ricci buzëqeshi me ironi. Kaq pak, dhe megjithatë ti mendon se mund të marrësh më shumë, apo jo? Ndoshta nëse bëhesh pjesë e familjes. Lara ndjeu zemërimin duke i mbushur gjakun. Unë nuk po kërkoj asgjë nga familja juaj, signora. Unë thjesht po bëj punën time. Puna jote, përsëriti Signora Ricci. Puna jote është të kujdesesh për fëmijën, jo të mashtrosh burrin. Unë nuk jam duke mashtruar askënd. Atëherë ti mohon që je dashuruar në djalin tim. Lara mbeti e heshtur, sepse nuk mund ta mohonte. Signora Ricci ma frua më shumë, zëri i saj i ulët, por plot kërcënim. Dëgjoj mirë. Ti mund të mendosh se Alessandro të do tani, por kjo do të kaloj. Ai është dashuruar me ty sepse ti i kujton Sofin, gruaja e tij e vdekur. Ti je e butë, e kujdesshme, e mirë me Matteon. Por kjo nuk do të thotë që ti je ajo që ai ka nevojë. Dhe kur ai të kuptojë këtë, ti do të mbetesh me asgjë. Ato fjalë goditën Larën në zemër. A ishte kjo e vërdet? A ishte Alessandro dashuruar me të vetëm sepse ajo e kujtonte për gruan që kishte humbur? Unë e di se ti e do djalin tim në mënyrën tënde, vazhdoi Signora Ricci. Por nëse ti vërtet e do ta lësh të jetoj jetën që meriton, me dikën nga bota e tij, jo me një vajzë që do ta tërhiq poshtë. Kur Signora Ricci doli nga kuzhina, Lara ul në një karrige duke mos mundur të mbante lot. A ishte kjo e vërtet? Apo e tërhiqte ajo Alessandro poshtë? Atë mbrëmje kur Alessandro erdhi në shtëpi, ai menjëherë e pa që Lara ishte shqetësuar. Çfarë ndodhi? Pyeti ai. Lara i tregoi bisedën me nënën e tij dhe Alessandro u zemërua aq shumë sa ajo nuk e kishte parë kurrë. Ajo nuk ka të drejtë, thiri ai. Ajo po përpiqet të manipulojë. Por çfarë nëse ajo ka të drejtë? Pyeti Lara me zë të thyer. Çfarë nëse ti je dashuruar me mua vetëm sepse unë të kujtoj për Sofin? Alessandro e kapi fytyrën e saj me të dy duart. Lara, dëgjoj mirë. Ti nuk je Sofia, dhe unë nuk jam dashuruar me ty sepse më kujton për të. Unë jam dashuruar me ty sepse ti je ti. Sepse ti je e fortë, e mirë, e bukur, e sinqert. Sepse ti më ke ndihmuar të gjej veten përsëri. Sepse kur jam me ty, unë ndjej diçka që nuk kam ndjer prej vitesh. Shpresë. Lara qau në krahët e tij dhe ai e mbajti fort. Por çfarë bëjmë? Pyeti ajo. Familja jote nuk do të pranojë kurrë. Atëherë unë do të zgjedh ty, tha Alessandro me vendosmëri. Unë do të zgjedh ty dhe Matteon, sepse ju jeni familja ime e vërtet. Dhe në atë moment, Lara ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Një dashuri të vërtet, të thellë, që ishte më e fortë se çdo paragjykim shoqëror. Por kjo nuk do të thotë që gjërat do të bëheshin më të lehta. Përkundrazi, ato sapo kishin filluar të bëheshin më të vështira. Një javë më vonë, Alessandro mori një vendim që do ta ndryshonte gjithçka. Ai ftoi prindrit e tij, Signora Ricci dhe Zoti Ricci, në darkë në vilë dhe u tha se kishte diçka të rëndësishme për t'u thënë. Lara ishte jashtëzakonisht e shqetësuar. Ajo e dinte se Alessandro kishte për qëllim t'u tregonte prindërve të tij për ndjenjat e tij ndaj saj, dhe ajo nuk ishte e sigurt nëse ishte e gatshme për reagimin e tyre. Zonja Elena e qetësoi. Alessandro është një burr i rritur. Ai ka të drejtë të zgjedhë me kë do të jetë, dhe nëse ai të do ty, atëherë ti duhet të jesh e fortë dhe ta mbështesësh. Por kur erdhi koha e darkës, Lara ndjeu sikur zemra e saj do të shpërthente. Prindrit Alessandro arritën në orën 8. Zoti Ricci ishte një burr i gjatë me flok gri dhe një qëndrim autoritar.
A I kishte po atë ajk superioriteti si kurse gruaja e tij, dhe kur Lara e takoi për herë të parë, ai as nuk e përshëndeti. Darka filloi në një atmosferë të ftohtë. Alessandro kishte kërkuar që Lara të rinte me ta, dhe ajo u ul në tavolinë duke ndjerë syt e sinjora dhe zoti Ricci mbi të. Matteo po hante me pjatën e tij të vogël, duke qeshur dhe duke folur për ditën e tij, pa kuptuar tensionin që mbushte dhomën. Pas disa minutave, zoti Ricci foli. Alessandro, nëna jote më tha se ti ke diçka për të na thënë. Çfarë është kjo histori që ne duhet të dëgjojmë? Alessandro la pirunin dhe shikoi babain e tij drejt në sy. Po, kam diçka shumë të rëndësishme për t'ju thënë, dhe dua që të më dëgjoni deri në fund, para se të reagoni. Signora Ricci dhe zoti Ricci shkëmbyen një shikim, por nuk than asgjë. Alessandro mori frymë thellë. Unë jam dashuruar. Për herë të parë që nga vdekja e Sofias, unë kam gjetur dikë që më bën të ndihem I gjallë përsëri. Dikë që më ka ndihmuar të jem një baba më I mirë për Mateon. Dikë që më ka dhënë një arsye për të besuar në dashuri përsëri. Dhe kush është kjo grua? Pyeti zoti Ricci me një ton që tregonte se ai tashmë e dinte përgjigjen. Alessandro shikoi drejt Larës. Është Lara. Heshtja që ra ishte e rëndë dhe shkatruese. Signora Ricci la pirunin me një zhurmë të fortë. Ti je duke bërë shaka, tha ajo me një lloj sarkazmi edhe më fort si para. Jo, nuk jam duke bërë shaka, tha Alessandro me qetësi. Unë e dua Larën dhe kam për qëllim të jem me të. Zoti Ricci qeshi me ironi. Alessandro, ti ke humbur kokën. Kjo vajzë është dada e Mateos. Ajo është një punëtore, një huaj. Ajo nuk ka asgjë, as para, as edukim, as pozicion social. Dhe ti mendon se mund ta martohesh me të? Unë nuk kam thënë akoma për martesë, tha Alessandro. Por po, unë e konsideroj atë një mundësi në të ardhmen. Signora Ricci u ngrit ashpër nga tavolina. Kjo është e papranueshme. Alessandro, ne të kemi dhënë gjithçka. Ne të kemi arsimuar në shkollat më të mira, të kemi dhënë një kompani që vlen miliona, të kemi dhënë një jetë të privilegjuar, dhe ti do të na kthesh shpinën për këtë askush? Lara ndjeu lot duke I vinë në sy, por u përpoq t'i mbante. Alessandro u ngrit edhe ai. Lara nuk është askush. Ajo është gruaja më e mrekullueshme që kam takuar ndonjëherë, dhe nëse ju nuk mund ta shihni atë, atëherë kjo është problem juaj, jo I saj. Alessandro, thiri zoti Ricci, me zë që bëri dhomat të dridhen. Nëse ti bën këtë, nëse ti vazhdon këtë marrëzi, ne do të shkëpusem nga familja, do të heqem nga pozicioni yt në kompani, do të lëm me asgjë. Alessandro u tensua, por nuk u tërhoq. Atëherë bëjeni, sepse unë nuk do të zgjedh kurrë parat dhe pozicionin mbi dashurinë. Signora Ricci shikoi Larën me një shikim plot urrejtje. Ti e ke bërë këtë. Ti e ke manipuluar djalin tim. Mjaft, thiri Alessandro. Lara nuk ka bërë asgjë. Nëse dikush është fajtor, jam unë. Unë jam ai që vendosi të hap zemrën time përsëri. Unë jam ai që vendosi të dua përsëri. Matteo filloi të qante, të friksuar nga zërat e larta dhe nga atmosfera e rëndë. Lara menjëherë shkoi te ai dhe e përqafoi. Shpirti im, gjithçka do të jetë mirë, I tha ajo me zë të butë, edhe pse zemra e saj po coptohej. Zoti dhe signora Ricci u larguan pa thënë asgjë tjetër, dhe kur dera u mbyll pas tyre, Alessandro u ul në karrige, duke fërkuar fytyrën me duart e tij. Unë jam keq, tha Lara me zë të thyer, duke ende mbajtur Matteo në krah. Unë nuk duhej. Jo, e ndërpreu Alessandro. Ti nuk ke asnjë faj. Prindrit e mi janë ata që janë të padrejtë, jo ti. Por Lara e dinte se gjërat sapo kishin shkuar në një pikë pa kthim, dhe ajo nuk e dinte nëse dashuria e tyre do të mund të mbijetonte atë që do të vinte. Javët e ardhshme ishin të vështira. Zoti dhe signora Ricci mbajtën fjalën e tyre. Ata e shkëputën Alessandro nga pozicioni I tij si shefi ekzekutiv I kompanisë së familjes dhe e hoqën nga të gjitha llogaritë e trashëgimisë. Alessandro humbi gjithçka që kishte ndërtuar, pozicionin e tij, lidhjet e tij, pjesën më të madhe të pasurisë së tij. Vila në Parioli nuk ishte më e tij, ajo I përkiste familjes Ricci. Ai dhe Lara u detyruan të zhvendoseshin në një apartament të vogël në një lagje më pak luksoze të Romës. Nuk ishte asgjë si vila, por ishte e ngrohtë dhe plot dashuri. Matteo fillimisht u shqetësua nga ndryshimi,
por Alessandro dhe Lara u përpoqën ta bënin përvojë sa më të lehtë për të. Ata i shpjeguan se ndonjëherë në jetë duhet të bëhen sakrifica për njerëzit që duam, dhe se çfarëdo që ndodhte, ata do të ishin gjithmonë një familje. Lara gjeti një punë si kamariere në një restorant të vogël italian, ndërsa Alessandro filloi të kërkonte mundësi të reja pune. Ishte e vështirë, por ata ishin të lumtur. Për herë të parë, Lara ndjeu se po jetonte një jetë autentike, të mbushur me dashuri të vërtetë. Një mbrëmje, kur Mateo ishte në gjumë, Alessandro dhe Lara qëndruam në balkonin e vogël të apartamentit të tyre, duke shikuar qiellin. A je penduar? Pyeti Alessandro me një zë të ulët. Lara e shikoi me habi. Penduar? Për çfarë? Për gjithçka, për atë që ke humbur për shkak të meje, për jetën që ke lënë pas. Lara i mori dorën. Alessandro, unë nuk kam humbur asgjë. Unë kam fituar gjithçka. Kam fituar ty, kam fituar Mateon, kam fituar një familje që më do vërtet. Kjo është më shumë se çfarë kam pasur ndonjëherë. Alessandro e përqafoi fort. Unë nuk e meritoj ty. Po, e meriton, tha Lara, sepse ti më dhurove atë që askush tjetër nuk më ka dhënë ndonjëherë, guximin për të besuar përsëri në dashuri. Por pavarësisht nga lumturia e tyre, problemet nuk kishin mbaruar. Një ditë, Lara mori një telefonat nga nëna e saj në Tiranë. Ajo ishte sëmur seriozisht dhe kishte nevojë për trajtim urgjent, por trajtimi ishte i shtrenjtë dhe Lara nuk kishte para të mjaftueshme. Ajo i tregoi Alessandros, i cili menjëherë tha: "Ne do ta gjejmë një mënyrë. Unë do të shes makinën time, do të marr një kredi, çfarëdo që duhet." Por edhe kjo nuk mjaftonte. Shuma që duhej ishte shumë e madhe. Atë natë, Lara nuk mund të flinte. Ajo mendoi për nënën e saj, që kishte sakrifikuar gjithçka për të, dhe tani nuk mund të bënte asgjë për ta ndihmuar. Në mëngjes, ajo mori një vendim që e shkatroi, por që dinte se duhej ta merrte. Ajo shkoi te zonja Elena, i cila ende punonte për familjen në Ricci, dhe e pyeti nëse ajo mund të rregullonte një takim mes saj dhe sinjora Ricci. Zonja Elena e shikoi me shqetësim. Lara, a je e sigurt për këtë? Ajo nuk do të jetë mirë me ty. E di, tha Lara, por nuk kam zgjedhje. Takimi u rregullua për ditën e nesërme në një kafene elegante në qendër të Romës. Kur Lara arriti, sinjora Ricci tashmë ishte atje, e ulur me një shprehje të ftohtë. "Çfarë do, vajzë?" pyeti ajo me ton të prerë. Lara u ul përpall saj, duar duke i dridhur. "Sinjora Ricci, unë jam këtu për t'ju kërkuar ndihmë." Sinjora Ricci ngriti vetullat. "Ndihmë? Pas gjithçkaje që ke bërë ti guxon të më kërkosh ndihmë?" "Jo për mua," tha Lara shpejt. "Për nënën time. Ajo është shumë e sëmurë dhe ka nevojë për trajtim urgjent, por ne nuk kemi para, dhe unë nuk di te kush tjetër të shkoj." Sinjora Ricci e studoi për një moment me një shikim të ftohtë. "Dhe çfarë më ofron ti në këmbim?" Lara mori frym thellë. "Unë do të largohem nga jeta e Alessandros. Do të dal nga jeta e tij dhe e Mateos, përgjithmonë." Heshtja që ra ishte e rëndë. Sinjora Ricci e shikoi me një shprehje të pakuptueshme. "Ti do të largohesh?" pyeti ajo me ton skeptik. "Po," tha Lara, zëri duke i dridhur. "Nëse ju më ndihmoni të shpëtoj nënën time, unë premtoj se do të largohem nga Italia dhe nuk do të shoh më kurrë Alessandron apo Mateon." Sinjora Ricci u mbështet në karrigen e saj. "Dhe çfarë do të thuash ti Alessandros? Se po e braktis sepse nuk e do më?" Lara ndjeu lot duke i vinë në sy. "Do të gjej një mënyrë. Do të them çfarëdo që duhet, por ju duhet më premtoni se do ta ndihmoni nënën time." Sinjora Ricci e vështroi për një kohë të gjatë dhe pastaj tha: "Do ta bëj. Do ta paguaj trajtimin e nënës sate, por vetëm nëse ti mban premtimin tënd. Nëse ti shfaqesh përsëri në jetën e Alessandros, unë do të të bëj jetën kaq të vështirë sa të dëshirosh të mos kishe lindur kurrë." Lara tundi kokën, duke mos mundur të flasi. Atë mbrëmje, kur u kthye në apartament, Alessandro dhe Mateo e prisnin me buzëqeshje. "Lara, shiko çfarë bëm," thirri Mateo duke i treguar një vizatim tjetër. Lara u përpoq të buzëqeshte, por zemra e saj po të coptohej. Atë natë, kur Mateo ra në gjumë, ajo u ul me Alessandro dhe i tha të vërtetën. "Çfarë?" thiri ai. "Jo, absolutisht jo. Unë nuk do të të lë të bësh këtë." "Alessandro, nëna ime do të vdes nëse nuk bëj diçka," tha Lara duke qarë. "Dhe kjo është e vetmja mënyrë." "Atëherë do të gjejmë një mënyrë tjetër," tha ai me dëshpërim. "Do të marr kredi, do të shes gjithçka që kam." "Nuk mjafton. Alessandro, ti e di këtë.
dhe unë nuk mund të lejoj që nëna ime të vdes kur unë kam mundësi ta shpëtoj. Alessandro e përqafoi me forcë, duke qarë edhe ai. Por unë nuk mund të jetoj pa ty. Mateo nuk mund të jetoj pa ty. Ti je gjithçka për ne. Dhe ju jeni gjithçka për mua, tha Lara me zë të thyer. Por ndonjëherë dashuria do të thotë të lësh shkuar, do të thotë të bësh atë që është e drejtë, edhe kur është e dhimbshme. Jo, tha Alessandro. Jo, kjo nuk është e drejtë, kjo është vetëm e dhimbshme. Por Lara e dinte se nuk kishte zgjedhje. Ajo e dinte se duhej ta bënte, pavarësisht sa shumë do ta shkatronte. 3 ditë më vonë, Lara u largua. Ajo la një letër për Alessandro dhe Mateon, duke u shpjeguar se e donte ata, por se duhej të kthehej në Shqipëri për të qenë me familjen e saj. Ajo nuk u tha të vërtetën, nuk mund, sepse nëse Alessandro do të dinte se ajo po sakrifikonte lumturinë e saj për paratë e nënës së tij, ai do të bënte gjithçka për ta ndaluar. Kur Alessandro lexoi letrën, ai u rrëzua në gjunjë. Ai nuk mund ta besonte. Ai nuk mund të pranonte se Lara ishte larguar. Mateo qau për ditë të tëra, duke pyetur ku ishte Lara, pse ajo nuk ishte më me ta. Ajo u kthye në shtëpinë e saj, shpirti im. U përpoq Alessandro t'i shpjegonte, ndërsa zemra e tij po coptohej. Por Mateo nuk e kuptonte. Ai vetëm dinte se gruaja që ai e konsideronte si nënën e tij ishte larguar dhe ai nuk e dinte nëse do ta shihte më. Alessandro u përpoq ta kontaktonte Larën, por numri i saj nuk funksiononte më. Ai shkoi te zonja Elena, por ajo nuk dinte asgjë. Ai u përpoq të shkonte në Shqipëri, por nuk e dinte as ku të fillonte. Ai ishte i humbur, i coktuar dhe i dëshpëruar. Muajt kaluan dhe jeta e Alessandro u bë një ekzistencë zbrazët. Ai gjeti një punë të re, por zemra e tij nuk ishte nëna asgjë. Ai kujdesej për Mateon, por djali i tij nuk ishte më i njëjtë. Ai kishte humbur dritën në sytë e tij. Një ditë, 6 muaj pas largimit të Larës, Alessandro mori një thirrje nga një numër i panjohur. Ishte zonja Elena. Alessandro, kam diçka për të thënë, dhe nuk do të të pëlqej, por ke të drejtë ta dish. Çfarë është? Pyetja ime zemër që rrahte fort. Lara nuk të la sepse nuk të donte. Ajo të la sepse nëna jote e detyroi. Alessandro ndjeu gjakun duke i ngrirë. Çfarë? Zonja Elena i tregoi gjithçka, se si Lara kishte shkuar te Signora Ricci, se si ajo kishte kërkuar ndihmë për nënën e saj, dhe se si ajo kishte premtuar se do të largohej përgjithmonë në këmbim të parave. Kur Alessandro dëgjoi të vërtetën, ai ndjeu një zemërim aq të madh sa ai mezi mund të frymonte. Ku është ajo tani? Pyeti ai me zë që dridhej. Në Tiranë. Nëna e saj është shëruar, por Lara po punon në 2 vende pune për të paguar borxhet. Ajo jeton në një apartament të vogël me vëllain e saj. Alessandro mbylli telefonin dhe menjëherë filloi të përgatitej. Ai mori Mateon dhe u nis drejt Shqipërisë. Ku po shkojmë, babo? Pyeti Mateo me kuriozitet. Po shkojmë ta gjejmë Larën, tha Alessandro me vendosmëri, dhe kësaj radhe asgjë nuk do të na ndal. Kur Alessandro arriti në Tiranë, ai përdori kontaktet që kishte për ta gjetur adresën e Larës. Ishte një apartament i vogël në një ndërtesë të vjetër në periferi të qytetit. Ai trokiti në derë, zemra duke i rrahur fort. Kur dera u hap, Lara qëndroi atje, e veshur me veshje të thjeshta pune, flokët e saj të lidhura në një bisht dhe fytyrën e saj të lodhur. Kur ajo e pa Alessandron dhe Mateon, ajo mbeti pa frym. Alessandro? Mateo? Çfarë bëni këtu? Mateo vrapoi te ajo dhe e përqafoi fort. Lara, më ke munguar kaq shumë. Lara filloi të qante, duke përqafuar djalin me gjithë forcën e saj. Edhe mua më ke munguar, shpirti im. Alessandro hyri brenda duke mbyllur derën pas tij. Lara, e di të vërtetën, e di çfarë bëre. E di që nëna ime të detyroi të largoheshe. Lara e lshoi Mateon dhe shikoi Alessandro me sy plot lot. Si e mësove? Nuk ka rëndësi, tha Alessandro. Ajo që ka rëndësi është se ti nuk duhej të largoheshe. Ti nuk duhej ta bëje atë. Por nëna ime... Do të kishim gjetur një mënyrë tjetër, tha Alessandro me forcë. Ne gjithmonë do të kishim gjetur një mënyrë, por ti zgjodhe të sakrifikosh lumturinë tonë për shkak të kërcënimeve të nënës ime. Lara qau më fort. Unë nuk kisha zgjedhje,
ajo ishte duke vdekur. Dhe ne po vdisnim pa ty, thiri Alessandro. Mateo ka qenë i mjeruar, unë kam qenë i mjeruar, sepse ti je pjesa jonë më e rëndësishme dhe ti na la. Më vjen keq, tha Lara përmes lotëve. Më vjen shumë keq. Alessandro e mori fytyrën e saj në duar. Unë nuk kam ardhur këtu për t'u zemëruar. Unë kam ardhur këtu për të marrë prapa, sepse pa ty jeta jonë nuk ka kuptim. Por familja jote, familja ime jetë ti, tha Alessandro. Ti dhe Mateo. Dhe nëse nëna ime nuk mund ta kuptoj këtë, atëhere kjo është problemi i saj. Lara e shikoi përmes lotëve. Por çfarë për gjithçka që ke humbur? Kompanin, parat, pozicionin? Alessandro buzëqeshi. Ato ishin vetëm gjëra, por ti je e vërtet. Dhe unë do të zgjedh ty mbi çdo gjë tjetër, çdo ditë të jetës sime. Mateo i tërhoqi fustanin e Larës. Lara, a do të vish prapa me ne? Të lutem. Lara u përkul dhe e përqafoi Mateon fort. Pastaj shikoi Alessandro. Unë ju dua shumë ju të dy, më shumë se çdo gjë në botë. Atëherë vi me ne, tha Alessandro. Vi dhe bëhemi një familje e vërtet. Lara tundi kokën, duke qarë dhe qeshur në të njëjtën kohë. Po, do të vi. Alessandro e përqafoi fort, dhe për herë të parë në muaj, Lara ndjeu se po kthehej në shtëpi. 3 muaj më vonë, diçka e pabesueshme ndodhi. Kompania që Alessandro kishte krijuar pas largimit nga familja, filloi të kishte sukses. Ai kishte përdorur njohuritë e tij, talentin e tij dhe sakrificën e tij për të ndërtuar diçka të re, diçka që ishte plotësisht e tij. Dhe kur kompania filloi të rritej, ai u bë edhe më i suksesshëm se më parë. Por kësaj radhe, ai nuk e la punën ta zotëronte. Ai u sigurua që çdo mbrëmje të ishte në shtëpi për darkë me Larën dhe Mateon. Ai u sigurua që çdo fundjavë të kalonin kohë së bashku, duke ndërtuar kujtime të reja. Lara, nga ana e saj, filloi të studionte për të marrë një diplomë në edukim. Ajo donte të bëhej mësuese, të ndihmonte fëmijë të tjerë, sikurse kishte ndihmuar Mateon. Dhe Mateo, ai ishte më i lumtur se kurrë. Ai kishte një baba që e donte, një grua që e konsideronte si nën, dhe një jetë plot dashuri dhe siguri. Një ditë, kur Alessandro dhe Lara ishin duke ecur në parkun ku kishin shkuar për herë të parë me Mateon, Alessandro ndaloi dhe u përkul në një gjunjë. Lara e shikoi me sy të gjerë. Alessandro, çfarë ko bën? Ai nxori një unaz të thjeshtë por të bukur. Lara kelmendi, ti më ke dhënë gjithçka që kam nevojë në jetë. Ti më ke dhënë dashuri, shpresë dhe një arsye për të besuar përsëri. A do të më bësh nderin dhe do të martohesh me mua? Lara nuk mund të fliste. Ajo vetëm tundi kokën, duke qarë dhe duke qeshur në të njëjtën kohë. Po, do të martohem me ty. Alessandro e përqafoi fort, dhe në atë moment, Lara e dinte se gjithçka që kishte kaluar, gjithë dhimbja, gjithë sakrificimi, gjithë vuajtja, kishte qenë e vlefshme. Martesa e tyre ishte e thjeshtë por e bukur, me vetëm miqt më të afërt dhe zonjën Elena. Prindrit e Alessandro nuk erdhën, por ai nuk u shqetësua. Ai kishte gjithçka që kishte nevojë. Por diçka e mrekullueshme ndodhi një vit më vonë. Sinjora dhe zoti Ricci, pasi kishin parë se sa i lumtur ishte Alessandro dhe se sa mirë po ritej Mateo, vendosën të bënin një hap të vështirë. Ata shkuan te Alessandro dhe Lara dhe u kërkuan falje. Ne e gabuam, tha sinjora Ricci me zë të thyer. Ne t'i gjëkuam për atë që nuk kishe, në vend që të shihnim atë që ishe, dhe për këtë jemi shumë të penduarit. Lara me zemrën e saj të madhe i fali, dhe ngadalë, shumë ngadalë, marrëdhëniet filluan të ndërtohen përsëri. Mateo, tani 8 vjeç, i thiri Larën mama për herë të parë një ditë kur ajo po e ndihmonte me detyrat e shkollës. Mama, mund të më ndihmosh me këtë problem? Pyeti ai natyrisht. Lara ndaloi, zemra duke i ngrirë, dhe pastaj buzëqeshi përmes lotëve. Sigurisht shpirti im, gjithmonë. Alessandro e shikoi nga dera dhe sytë e tij ishin plot dashuri dhe mirënjohje. Atë natë kur Mateo ra në gjumë, Alessandro dhe Lara qëndruam në balkonin e shtëpisë së tyre të re, një shtëpi e thjeshtë por e mbushur me dashuri. A e di se çfarë mendoj? Tha Alessandro duke mbajtur dorën e Larës. Çfarë? Mendoj se ndonjëherë gjërat më të mira në jetë vijnë nga momentet më të vështira. Nëse unë nuk do të kisha rënë kaq poshtë, unë nuk do të kisha kuptuar se çfarë ishte vërtet e rëndësishme. Lara e shikoi me dashuri.
Dhe çfarë është e rëndësishme? Kjo, tha ai duke e tërhequr më afër. Kjo qast, ti dhe unë, dhe Mateo, kjo është gjithçka që kam nevojë. Lara buzëqeshi dhe e puthi. Edhe për mua. Nde kur ata qëndruam atje, nën yjet e Romës, duke mbajtur njëri tjetrin, të dy e dinin se kishin gjetur diçka që shumë njerëz kërkojnë gjithë jetën dhe nuk e gjejnë kurrë. Një dashuri të vërtet, të thellë, që triumfon mbi gjithçka. 5 vjet më vonë, jeta e Alessandro, Larës dhe Mateos ishte transformuar plotësisht. Kompania e Alessandro kishte arritur një sukses të jashtëzakonshëm, dhe ai tani ishte respektuar jo vetëm në Itali, por në të gjithë Evropën. Por suksesi nuk e kishte ndryshuar atë. Ai ende kthehej në shtëpi çdo mbrëmje për të ngrënë darkë me familjen e tij, dhe ende jepte përparësi kohës me Larën dhe Mateon mbi çdo gjë tjetër. Lara kishte përfunduar studimet e saj dhe tani ishte mësuese në një shkollë fillore në Rom. Ajo e donte punën e saj dhe fëmijët e donin atë. Ajo kishte gjetur një qëllim në jetë që shkonte përtej vetëm të qenit grua e një njeriu të suksesshëm. Ajo ishte dikush në të drejtën e saj. Mateo, tani 13 vjeç, ishte rritur në një djalë të mrekullueshëm. Ai ishte i zgjuar, i sjellshëm dhe plot dashuri. Ai kishte marrëdhënie të shkëlqyera me Alessandro dhe Larën, dhe ai i konsideronte të dy si prindrit e tij. Një mbrëmje, ndërsa familja po hante darkë, Mateo tha diçka që i bëri të dyja Alessandron dhe Larën të ndalojnë. Mama, baba, dua t'ju them diçka. Ata të dy e shikuan me kujdes. Çfarë është shpirti im? Pyeti Lara. Mateo mori frymë thellë. Në shkollë, na kërkuan të shkruajmë një ese për personin që admirojmë më shumë. Dhe unë shkrova për ju të dy. Alessandro dhe Lara shkëmbyen një shikim të ngrohtë. Çfarë shkrove? Pyeti Alessandro me zë të butë. Mateo nxori një fletore dhe filloi ta lexonte. Unë admiroj nënën dhe babain tim sepse ata më mësuan se çfarë do të thotë dashuri e vërtetë. Babai im më mësoi se asnjëherë nuk është shumë vonë për të ndryshuar, për të hakur zemrën dhe për të qenë prindi që fëmia yt ka nevojë. Nëna ime, edhe pse nuk është nëna ime biologjike, më mësoi se dashuria nuk ka të bëjë me gjak, ka të bëjë me sakrificën, me përkushtimin dhe me të qenit atje në çdo moment. Ata më mësuan se dashuria është më e fortë se çdo paragjykim, se çdo vështirësi dhe se çdo sakrificë. Dhe për këtë, unë do t'i dua përgjithmonë. Kur Mateo mbaroi, Lara po qante dhe Alessandro kishte sy të lagur. Eja këtu, biri im, tha Alessandro me zë të thyer. Mateo ngrit dhe shkoi te ata, dhe të tre përqafuan njëri tjetrin fort, duke formuar një rreth të mbyllur dashurie dhe mirënjohje. Ne jemi kaq krenar për ty, tha Lara përmes lotëve. Kaq krenar. Atë natë, kur Mateo shkoi të flinte, Alessandro dhe Lara qëndruan në dhomën e tyre, duke mbajtur njëri tjetrin. Ai di se çfarë mendoj? Tha Lara me një buzëqeshje. Çfarë? Mendoj se ne kemi qenë shumë të bekuar, pavarësisht nga gjithçka që kemi kaluar. Ne kemi arritur diçka të mrekullueshme. Alessandro e puthi në ball. Ne kemi arritur diçka më shumë se mrekulli. Ne kemi arritur një jetë plot dashuri, respekt dhe lumturi, dhe kjo është gjithçka që një person mund të dëshirojë. Lara buzëqeshi dhe e puthi. Të dua, Alessandro, dhe do të dua përgjithmonë. Edhe unë të dua, Lara, përgjithmonë. Koha kalonte dhe jeta e tyre vazhdonte të ishte plot lumturi dhe dashuri, por si çdo familje, ata kishin sfidat e tyre. Kur Mateo u bë 16 vjeç, ai filloi të bënte pyetje për nënën e tij biologjike, Sofin. Deri atëherë, ai kishte pasur vetëm kujtime të paqarta dhe fotografitë që Alessandro i kishte treguar. Një mbrëmje, Mateo u ul me Alessandro dhe Larën dhe u tha: "Unë dua të mësoj më shumë për nënën time të vërtetë, jo sepse nuk të konsideroj ty si nënën time, mama", tha ai duke shikuar Larën, "por sepse dua ta njoh atë që më dha jetën." Lara e kuptoi plotësisht. Ajo nuk u zemërua, nuk u ndje e kërcënuar. Përkundrazi, ajo e përqafoi. Është e natyrshme shpirti im, dhe unë mendoj se është e rëndësishme që ti ta dish se kush ishte ajo. Alessandro, edhe pse ishte pak i shqetësuar, gjithashtu pranoi. Mirë, biri im, do të tregoj gjithçka për të. Dhe kështu, Alessandro i tregoi Mateos për Sofin, për dashurinë e tyre, për lumturinë e tyre dhe për tragjedinë e humbjes së saj.
Ai tregoi për gabimin që kishte bërë duke u mbyllur emocionalisht dhe për mënyrën se si Lara kishte ardhur dhe i kishte shpëtuar. Mateo dëgjoi me vëmendje, dhe kur Alessandro mbaroi, ai tha: "Faleminderit që ma tregove këtë, babo. Dhe dua të them diçka. Unë mendoj se nëna Sofia do t'ishte shumë e lumtur të dinte se ti gjete dikë si mama Lara, sepse mama Lara nuk po përpiqet të zvendësojë të. Ajo thjesht po më jep dashurinë që unë kam nevojë, dhe unë jam shumë mirënjohës për të dyja, për nënën që më dha jetën dhe për nënën që më mësoi se si t'jetoj." Lara qau përmes buzëqeshjes dhe Alessandro e përqafoi Mateon fort. "Ti je një djalë i mrekullueshëm," tha Alessandro me krenari, "dhe të dy jemi kaq të bekuar të kemi." Kur Mateo shkoi të flinte, Lara dhe Alessandro qëndruan në heshtje për një kohë. "A mendon se Sofia do t'ishte krenare për atë që kemi bërë?" pyeti Alessandro me zë të ulët. Lara e mori dorën e tij. "Unë mendoj se ajo do t'ishte shumë krenare, sepse ti e ndërmore atë që është më e vështira. Ti lejove veten të dashurosh përsëri, dhe kjo kërkon kurajon e madhe." Alessandro e puthi në dorë. "Faleminderit Lara, për gjithçka." Vitet talonin dhe familja e tyre vazhdonte të rritet në dashuri dhe harmoni. Kur Mateo u diplomua në shkollën e mesme me nota të shkëlqyera, Alessandro dhe Lara ishin krenare më shumë se sa mund të shprehnin me fjalë. Në festën e diplomimit, prindrit e Alessandros, Signora dhe Zoti Ricci, erdhën gjithashtu. Marrëdhëniet e tyre me Larën ishin përmirësuar ndjeshëm me kalimin e viteve, edhe pse ende kishte momente tensioni, por ata kishin mësuar të respektojnë dashurinë që Alessandro dhe Lara kishin, dhe më e rëndësishmja, ata kishin parë se sa mirë ishte rritur Mateo. Në fjalimin e tij të diplomimit, Mateo tha diçka që i bëri të gjithë në sallë të qanin. "Unë dua të falenderoj prindrit e mi, babain tim Alessandro dhe nënën time Lara. Ata më mësuan se familja nuk përcaktohet nga gjaku, por nga dashuria. Dhe unë jam i bekuar të kem prindër që mucuran çdo gjë për të më dhënë një jetë të lumtur dhe të mbushur me dashuri." Kur ai zbriti nga skena, ai shkoi drejt për drejt te Lara dhe e përqafoi fort. "Faleminderit për gjithçka, mama." Lara nuk mund të fliste. Ajo vetëm e përqafoi fort duke lëshuar lot të lumturisë. Alessandro i bashkuar përqafimit dhe për një moment gjithçka ishte perfekte. Por jeta ka mënyra për të na testuar, edhe kur mendojmë se kemi arritur stabilitet. 6 muaj më vonë, Alessandro mori një diagnozë që e tronditi gjithë familjen. Ai kishte një sëmundje të rëndë që kërkonte trajtim intensiv. Mjekët thanë se shanset për shërim ishin të mira, por udhëtimi do t'ishte i vështirë. Kur Alessandro ja tregoi Larës, ajo nuk qau. Ajo vetëm e mori dorën e tij dhe tha: "Ne do ta luftojmë këtë së bashku, ashtu si kemi luftuar gjithçka tjetër." Dhe kështu filloi një kapitull tjetër i jetës së tyre, një kapitull plot me sfida, por edhe plot me dashuri. Mateo, që tani ishte në universitetin e parë të tij, shkoi në shtëpi sa herë që mundej për të qenë me babain e tij. Ai lexonte libra Alessandro, i tërriste ushqime dhe thjesht qëndronte pranë tij. Lara nga ana e saj ishte forca që i mbante të gjithë bashk. Ajo punonte, kujdesej për Alessandro dhe siguroi që Mateo të mos e linte shkollën. Një mbrëmje, kur Alessandro ishte veçanërisht i lodhur pas një seance trajtimi, ai e mori dorën e Larës dhe tha: "Nëse diçka më ndodh, dua të dish se ti më ke dhënë jetën më të bukur që një burr mund të dëshirojë, dhe unë do t'jem përgjithmonë mirënjohës për ty." Lara filloi të qante. "Mos fol kështu, ti do të shërohesh. Ne kemi ende kaq shumë vite për të kaluar së bashku." Alessandro buzëqeshi me dobësi. "E di, por në rast se diçka ndodh, dua që ti dhe Mateo ta dini se ju jeni arsyeja që unë jetova vërtet. Jo thjesht ekzistova, por jetova." Por fati kishte plane të tjera. Pas një viti të plot të trajtimit, Alessandro u shërua plotësisht. Mjekët e quajtën një mrekulli, por Lara e dinte se ishte diçka më shumë se kaq. Ishte dashuria e tyre, ishte forca e familjes së tyre, ishte vullneti i Alessandro për të jetuar. Kur Alessandro u kthye në shtëpi për herën e fundit nga spitali, Mateo e priti me një banderol që thoshte: "Mirë se erdhe në shtëpi, babo." Alessandro qau të kënaqur ndërsa e përqafoi djalin e tij. "Faleminderit për të qenë këtu, biri im. Unë do t'jem gjithmonë këtu, babo, gjithmonë." Atë natë, kur Mateo shkoi të flinte, Alessandro dhe Lara qëndruam në krevat, duke mbajtur njëri tjetrin. "Unë mendova se do të humbisja," tha Lara me zë të thyer. "Por nuk më humbe," tha Alessandro.
sepse dashuria jon është më e fortë se çdo gjë tjetër, edhe se vdekja. Lara buzëqeshi përmes lotëve. Po, është. Dhe ata e dinin se pavarësisht nga çfarë do të vinte në të ardhmen, ata do të ishin të fortë së bashku. 5 vjet më vonë, Mateo u martua me një vajzë të bukur të quajtur Elena, e quajtur sipas zonjës Elena, që ishte bërë një pjesë e dashur e familjes së tyre. Martesa ishte e mrekullueshme dhe Alessandro dhe Lara ishin plot gëzim. Në fjalimin e tij në dasëm, Mateo tha: "Dua të falenderoj prindrit e mi, Alessandro dhe Lara, për të më mësuar se çfarë do të thotë dashuria e vërtet. Dashuria që ata kanë për njëri tjetrin dhe dashuria që kanë për mua ka qenë modeli im për marrëdhënien që dua të ndërtoj me Elena, dhe unë shpresoj që një ditë unë të mund të jem një prind po aq i mirë sa ata kanë qenë për mua." Kur ai mbaroi, Alessandro dhe Lara qëndruam dhe e përqafuan fort, të tre duke qarë të kënaqur. Signora Ricci, që tani ishte shumë më e butë dhe më pranues, u afrua te Lara dhe tha: "Unë e di se nuk kam qenë gjithmonë e mirë me ty, por dua të them se ti ke bërë një punë të mrekullueshme me Mateon, dhe unë jam krenare të kem si bij." Ato ishin fjalët që Lara nuk mendoi se do t'i dëgjonte ndonjëherë. Ajo përqafoi Signora Riccin dhe të dyja qanë. "Faleminderit," tha Lara me zë të thyer. "Kjo do të thotë shumë për mua." Atë natë, kur dasma mbaroi dhe të gjithë shkuan në shtëpi, Alessandro dhe Lara qëndruan vetëm në balkonin e vilës së re që kishin ndërtuar, një vilë që ishte edhe më e bukur se ajo e vjetër, sepse ishte ndërtuar me dashurinë dhe sakrificën e tyre. "Kush do të mendonte," tha Lara duke qeshur përmes lotëve, "se një vajzë e thjesht shqiptare dhe një milioner italian do të përfundonin këtu." Alessandro e puthi në ballin. "Unë gjithmonë e dija që nga momenti që të pash duke luajtur me Mateon atë ditë të parë, unë e dija se ti do të ndryshoje jetën time. Edhe ti e ndryshove timen. Ti më dhe shpresën për të besuar përsëri në dashuri, për të besuar se unë meritoja lumturinë." Alessandro e tërhoqi më afër. "Ti meritoje jo vetëm lumturinë, por çdo gjë të mirë në jetë. Dhe unë do të kaloj çdo ditë të mbetur duke u siguruar që ti e dish këtë." Ata qëndruan atje për një kohë të gjatë, duke mbajtur njëri tjetrin në yjet e Romës, duke ditur se kishin arritur diçka të rrallë dhe të çmuar. Një dashuri që kishte triumfuar mbi gjithçka. Vitet kalonin dhe familja e tyre vazhdonte të rritet. Mateo dhe Elena patën një vajzë të bukur, të quajtur Sofia, në nder të nënës së parë biologjike të Mateos. Kur Lara e mbajti për herë të parë, ajo ndjeu një përmbushje të thellë. "Mirë se erdhe, Sofia e vogël," i përshpëriti ajo. "Ti je pjesë e një historie dashurie që fillon shumë përpara se ti të lindësh dhe do të vazhdoj shumë kohë pas nesh." Alessandro qëndroi pranë saj, duke vështruar nipin e tij me krenari dhe dashuri. "Ajo është e bukur," tha ai me zë të butë, "si nëna e saj, si gjyshja e saj, si ti." Lara buzëqeshi përmes lotëve. "Ne jemi kaq të bekuar, Alessandro." "Po, jemi," tha ai, "dhe kjo është sepse ne kurrë nuk u dorëzuam. Ne kurrë nuk lejuam që paragjykimi, frika ose vështirësitë të na ndanin." Kur Mateo dhe Elena i morën Sofinë e vogël për ta vënë të flinte, Alessandro dhe Lara qëndruan vetëm. "A e di se çfarë po mendoj?" pyeti Lara. "Çfarë?" "Mendoj për atë vajzën që erdhi në Rom 7 vite më parë, e friksuar dhe e pasigurt, dhe shoh se sa larg ka ardhur, sa ka ndryshuar." Alessandro e mori dorën. "Ti nuk ke ndryshuar, Lara. Ti gjithmonë ke qenë e fortë, e guximshme dhe plot dashuri. Unë thjesht të ndihmova ta shohësh atë." Lara e puthi me butësi. "Dhe ti gjithmonë ke qenë një burr i mirë, Alessandro, vetëm se kishe harruar se si të besoje përsëri." Ata qeshën së bashku dhe pastaj Alessandro tha diçka që e bëri Larën të ndalonte frymarrjen. "Dua të pyes diçka. A mendon se ti dhe unë do të jemi të lumpur për pjesën tjetër të jetës sonë?" Lara e shikoi me sy plot dashuri. "Po, unë e di se do t'jemi, sepse ajo që kemi është e vërtet, dhe dashuria e vërtet nuk shuhet kurrë." Alessandro buzëqeshi. "Ke të drejtë, dhe unë do të kaloj çdo ditë duke u siguruar që ti e dish se sa shumë të dua." "Edhe unë," tha Lara, "për gjithmonë."
10 vjet më vonë, Alessandro dhe Lara qëndruan në balkonin e shtëpisë së tyre, duke parë Mateon duke luajtur me Sofin, që tani ishte 10 vjeçe, në kopësht. Në krahët e tyre ishin gjithashtu 2 fëmijë të tjerë që Mateo dhe Elena kishin pasur, një djalë të vogël të quajtur Luka dhe një vajzë të re të quajtur Chiara. Familja jonë është rritur kaq shumë, tha Lara me një buzëqeshje. Po, tha Alessandro, dhe çdo person në të është këtu për shkak të dashurisë që ne kemi ndërtuar. Çdo person është dëshmi se dashuria triumfon. Ata qëndruan në heshtje për një moment, duke shijuar paqen dhe lumturinë që kishin gjetur. A e pendohesh për diçka? Pyeti Lara papritur. Alessandro e shikoi me habi. Pendohem? Jo, absolutisht jo. Çdo vështirësi që kaluam, çdo sakrificë që bëm, çdo lot që derdhëm, të gjitha na sollën këtu, dhe unë nuk do të ndryshoja asgjë. Lara buzëqeshi. Edhe unë, sepse gjithçka që kaluam na bëri më të fortë, na mësoi se çfarë është vërtet e rëndësishme. Alessandro e puthi në ballin. Dhe çfarë është e rëndësishme? Kjo, tha Lara, duke treguar familjen e tyre në kopësht. Dashuria, familja, momentet e vogla të lumturisë. Këto janë gjërat që mbeten kur gjithçka tjetër zhduket. Alessandro tundi kokën. Ke plotësisht të drejtë. Në atë moment, Sofia e vogël vrapoi te ata. Gjyshe, eja të luajmë. Alessandro dhe Lara qeshën dhe shkuan poshtë, duke u bashkuar me familjen e tyre. Dhe ndërsa luanin, qeshën dhe krijonin kujtime të reja, ata të dy e dinin se kishin arritur atë që shumë njerëz ëndërrojnë por kurrë nuk arrin. Një dashuri që kishte qëndruar provën e kohës, që kishte triumfuar mbi çdo vështirësi dhe që do të vazhdonte të jetojë nëpërmjet gjeneratave që do të vinin. 20 vjet pas ditës që Lara kishte ardhur për herë të parë në atë vilë të madhe në Parioli, ajo qëndronte përsëri në të njëjtën vilë, tani të restauruar dhe të kthyer te Alessandro, pasi prindrit e tij kishin vendosur ta kthejnë si një gest pajtimi dhe falje. Ajo ecte nëpër korridoret që dikur i kishin dukur kaq frikësuese dhe tani ndjeu një ngrohtësi të thellë. Kjo shtëpi ishte dëshmia e gjithçkaje që ata kishin arritur. Në sallonin e madh, familja e tyre e gjithë ishte mbledhur për një festë. Mateo me gruan dhe fëmijët e tij, prindrit e Alessandri që tani ishin shumë të moshuar por ende të gjallë, zonja Elena që kishte mbetur një pjesë e dashur e familjes dhe miq që ishin bërë si familje. Alessandro u ngrit dhe mori një gotë për të bërë një tost. Dua të them diçka, filloi ai. 20 vjet më parë, një vajzë e re shqiptare erdhi në jetën time dhe të Mateos. Ajo erdhi si dado, por u bë shumë më shumë. Ajo u bë gruaja që më shpëtoi, që më mësoi se si të dua përsëri, që më mësoi se si të jem babai që djali im meritonte. Dhe çdo ditë që ka kaluar që atëherë, un kam qenë mirënjohës për atë ditë kur fati vendosi ta sillte atë në shtëpinë time. Ai u kthye drejt Larës, sytë e tij plot lot të lumturisë. Lara, ti je dashuria e jetës sime dhe unë do të dua deri në ditën e fundit të jetës sime. Lara u ngrit gjithashtu duke mbajtur gotën e tij. Dua të shtoj diçka. Mama Lara, ti më dhe atë që çdo fëmijë ka nevojë, dashuri të pakushtëzuar, përkushtim dhe një model se çfarë do të thotë të jesh baba i mirë. Dhe për këtë, unë do të jem përgjithmonë mirënjohës. Gjithë dhoma shpërtheu në duartrokitje dhe Lara nuk mund të mbante lot. Kur festa mbaroi dhe të gjithë shkuan në shtëpi, Alessandro dhe Lara qëndruan vetëm në balkonin ku kishin pasur kaq shumë biseda të rëndësishme për gjatë viteve. A e di se çfarë po mendoj? Pyeti Alessandro. Çfarë? Tha Lara, duke u mbështetur në të. Mendoj se historia jon është një nga ato që meriton të rrëfehet, jo sepse është perfekte, por sepse është e vërtet, sepse tregon se dashuria vërtet mund të triumfojë. Lara buzëqeshi. Është një histori e bukur, apo jo? Më e bukura që njoh, tha Alessandro. Ata qëndruan atje nën yjet, duke mbajtur njëri tjetrin dhe duke ditur se pavarësisht nga gjithçka që kishin kaluar, paragjykimet shoqërore, kundërshtimin familjar, vështirësitë ekonomike, smundjen dhe çdo provë tjetër, dashuria e tyre kishte mbijetuar. Sepse dashuria e vërtet nuk është thjesht një ndjenjë, është një zgjedhje, një sakrificë, një angazhim. Dhe Alessandro dhe Lara kishin zgjedhur njëri tjetrin çdo ditë, çdo moment, për gjatë 20 viteve. Dhe kur ata shikuan prapa në jetën e tyre,
Ata nuk panë regrete. Ata panë një rrugë të vështirë, por një rrugë që kishte çuar te lumturia më e madhe që ata mund të imagjinonin. Unë do të zgjidhta të njëjtën rrugë përsëri, tha Lara me zë të butë. Edhe unë, tha Alessandro, çdo herë. Dhe ndërsa ata qëndruan atje në yjet e Romës, duke mbajtur njëri tjetrin ashtu si kishin bërë për 20 vjet, ata të dy e dinin se kishin gjetur atë që çdo zemër kërkon, një dashuri që nuk mbaron, që nuk dobësohet, që nuk dorëzohet, një dashuri që triumfon për gjithmonë. Historia e Larës dhe Alessandros na mëson se dashuria e vërtet nuk njeh kufi, as klasë sociale, as prejardhje, as vërtirësi. Kur dy zemra gjejnë njëra tjetrën, asgjë nuk mund t'i ndajë nëse ata zgjedhin të qëndrojnë së bashku.